Where are you from? Good morning, Latin America. Unë kam nisur, kam pas trashëgimi me fjalë. Kena gjyshi, në babaj, kam mësuar këna moshën 8 vjeç. Edhe kam ushtruar pas vitere 91-92. Unë bëj të gjitha pothuajse, gjithçka bëj. Gjithçka. Janë të interesuar, të huajt marrin gjithçka marrin. Pamja në gjirokastra, në një qenë, në një lepo, në një lule margarit. Në fjalë, do gjë që bet në dora ime, gjitha është e përkishme, e përkishme. Është më një fjalë shqipë. Vetëm guri të pëlqen apo? Guri, vetëm guri. Jam munduar t'i me njerë në druri, por nuk kam pasur kohë. Nuk kam pasur kohë. Cila është puna me vështirë që keni bërë deri tani? Çdo lloj pune në gurë është e vështirë. Çdo lloj pune. Çdo lloj pune. Dhe gjëra që duket më e thjeshtë është më e vështirë atëra. Çdo lloj pune në gurë është e vështirë. Se do vëmendje të madhe, do durim të madh, do përqendrim të jashtëzakonshëm, të një shkarje dore, prishet gjithçka dhe nuk fulet më. Nuk e riparon dot më. Ka pasur raste që ju kanë shkuar punë dëm? Po. Disa i kam edhe këtu nga mbrapa. Me kanë thjerë. Kam mbaruar pothuajse, ka pasur pak punë për një moment të vogël, ka rënë bosh gurje, ka pasur një damar vështirë. Çfarë guri përdorni kryesisht për bazoreliev? Unë përdor zakonisht gur dhe gjirokastër. Vetëm ato mandra, shikoj qiri gur ka ngjyrë që mua më intereson. Më intereson ngjyra në radhë parë, edhe e marr. E marr dhe po moj bëj gjithçka. Kryesisht këtu shikoj që keni gur shtufe, mos gaboj. Gur shtufi këtu nuk ka, i guri bardhë. Guri zi, ndoshta çfarë? Guri zi për me. Guri zi, është i rënd për të skalitur dhe për të marrë formë? Guri zi është nga më të vështirët. Guri zi është nga më të vështirët. Babaj tim thosh për bën gurin e zi është artist. Në sa të duhet për të bërë një punë? Varet në gjendje emocionale, do gjë. Sa më në formë të jesh, aq më shpejt punon. Mesatarista. Po shkojnë në 2 orë, shkojnë në 3 orë, shkojnë në 1 ditë, shkojnë në 2, shkojnë në 3, varet çfarë po bën për shkak. Sa ja vlen baraqiran për... Unë edhe kam gjetur si mënyrë pune. Thjesht, jam i punësuar marrë një rogë. Jam i punësuar në punën time marrë një rogë. Jam i kënaqur me një rogë 5-6 kg, 7 kg. Beharit haj. Pa timrit nuk kam një punë kësheti. Të muajt e beharit, haj, qefshor, korik, gush, shtator, dhe në fundit e torit. 4-5 muaj, unë punoj. Kush janë më shumë të interesuar për të blerë produktet tuaja? Nga janë turistë huaj, vendas apo? Gjithë bota. Them gjithë bota që na kina. Gjermania, Itali, Francë, Greqi, Amerikë, Angli, Singapur. Në një fjalë gjithë bota. Unë kam kaluar në dorë gjithë botën. Për çfarë janë të interesuar më tepër? Do që mund t'i pëlqej. Çdo gjë që mund. Jo. Çfarë konkretisht? Konkretisht, në pamjen e gjirokastra, apo janë pak të shtrenjta ato dhe janë pak të rënda, kanë shumë qef në një pamjen e gjirokastra, në një lule, me një fjalë gjithçka. Unë aty pash edhe drapër e qekan. Drapër e qekan. E ke pasur kërkesa, po? Po, ajo është nga më të shiturat.
Pra simbolet komuniste janë nga më të shitura? Po. Vetëm javën që kaloj, nuk kam fitur 7 copë në ato. Kush kanë qenë blerësit, kryesisht? I bota kanë qenë i fundit që spanjoll, para fundit që grek, di raste në Greqia, disa raste në Spanja, Italia, me një fjalë, Amerika. Pra mund të themi që mund ta kategorizojmë që simbolet komuniste hynë tek më të kërkuarat nga turistët. Ata nuk e them dot që nuk e kam provuar, vetëm me po ta provoj me diktatorët, me Rogjën, me Lenin, Stalin. Do ta provoj edhe me ta. Mi kanë kërkuar. E në Rogjën ma kanë kërkuar vesh masë. Po thuaj se çdo javë më thonë të bënë edhe në Rogjën. Po ja u ke plotësuar ti dëshirën? Ja, nuk e kam plotësuar se ka punë. Ka punë. Ka punë edhe nuk jam merr dot haku. Se është kosto e lartë. Po vetë kosto e lartë, vetë ka punë. Nuk ka punë se ka punë 3-4 orë dhe bërë dhe shite. Ajo ka punë, do ka kaloj një ditë, do kaloj 2, se është njeri. Ai e vlerëson. E shikon. Një gjë që e merr, e vlerëson. Ja ti ke ati Shën Marin, për shumë, pa na gjithë, mund të shikosh. Aja ja vlen, do dhënë si e kam harit apo jo. Ka i që ta marri do të shikoj sa e haritur është. Kanë kosto? Ato kanë kosto se më merr mua, unë ato i bëj gjatë muajit të dimrit, janë pa punë, i bëj, sa i mberë si bido. Sa ko ju merr? Për një 3 ditë, 4 ditë, do gjë varet edhe na dhoj gujt, sa i fort është gujt. Them mbaj familjen, jam i pa punë me këtë punë, vajdo me thënë, kam qenë në 91, kam punuar vetëm datën 2 janar të 91, edhe dem sot jam marrë vetëm me punë guri. Do të trashëgonit e familjet? Më kam trashëguar, kam të djari edhe të nipi. Kam dhënë dhe 2 breza mbrapa. I them, keni birzili këto. Se doni, i keni vejnë dhe kamarja. Kur ju duhet, merë në kamarja vejtë dora. Reglat i kanë, punën e kanë, ja ka mësuar dhe i kërkoj sa më bukur. Mos mendoni të punoni për lek. Mendoni të punoni të bëni gjithë sa më të bukur, se leku nuk është asgjë. Të vjen vetaj. E vlerëson vetë i huaj punë. Kështë nevoja të thua që kushton kaq e kushton kaq. Ka dhe në ata që i thua kushton kaq, e tjetër e 5 që më tjetër, më tepër, thot ti një birra mua. Po punove gjithë qatë.